Mirë, në këtë temë kaq interesante, kaq të nxehtë. Po se kemi thënë akoma temën. E tham përpara, po. E tham përpara, po ata që erdhën tani se dëgjuan. I treti i vërteti. Do me thënë i tepërti. Ose jo i vërteti. Sa bukur, bravo. Kjo ishte e madhe, i treti i vërteti. Po nuk ka të bëj me pushtetin, kjo ka të bëj me dashurin. Se ndonjëherë dy s'merren vesh, tak futet një i tret edhe merren vesh më mirë. Be tre këndsh pasaj. Dhe me këtë do ta diskutojmë këtë temë. Me miqt më të dashur të emisionit tonë, a falni ju tjerët. Te a mrekullueshme dupi se kështu i them unë. Dea Star Toçi, poetja ime preferuar. Dhe juriste e gjithë gjërat e tjera, pa diskutim, profesioniste, po e. Voltiza Prendi, një star i vërtet. Yll me dhë. Dhe rikthehet fuqishëm Anila Çobani që ka ardhur vetëm 2 herë këtë sezon, një herë semestrin e parë, një herë semestrin e dytë. Anila, po çfarë bën kështu valla? Ti sigur ke të dashur që s'të lë. Po, ngarkesat e kohës edhe këto tradhtirat në përkëmb, tradhtirat e të pamundshme. E shikoni që mungojnë meshkujt në panel? Po. E që dua, mama? Jo, a e dini pse? Po, ta them. Ma thuaj Tea, pse mungojnë meshkujt? Po shkojnë futboll. Jo, e kemi një mashko, po se kemi panel, e kemi kështu. Ata gjithmonë, duke qenë që zakonisht për studio janë të martuar, do flisnin që tradhtia ose ekziston të gratë, ose ata nuk e njohin si koncept. Jo, po, ata janë shumë besnik. Se cili thot, unë jo, aji, jo, unë jo. Aji e bën, kur e bën aji, unë e godas. Unë nuk e njoh si koncept. Aji, ajo. Meshkujt për njëri tjetrin. Po. Nuk rinë me tradhtar ata. Jo, po Erioni mund të ketë, jo, unë jam i martuar, jam besnik. Nuk janë tradhtar. Që për këtë temë, po, burrat me njëri tjetrin ka solidaritet, nuk tregojnë që tradhtojnë. Po edhe gratë me njëra tjetrën. Në për studio, jo, gratë shesin. në për studio, Me zi shpresin. në për Ashtu, studio, E bëjnë si patash. Edhe të prishin familje, Po e bëjnë kështu si, ua, rëshkiti, nuk është se e kisha mendje, nuk e thash. ua, ka të dashur, më falë, po s'doja. Jo, ajo s'ishte te unë. Jo, s'të lë Tea, është e pamundur. në për studio mund të ishin meshkujt kështu refuzues dhe të ngurt, por në tavolina besoj që trofet do numëroheshin si këto. Po, edhe kur Si Kanaço de Lajthizës. Edhe kur s'kan, bëjnë si kanë nga 10. Si Ç'është pjetë e kjo? Lajthizës. Është frustrim, çaj është kjo, domethënë ndjesi. Edhe të kesh kur je ngopur, edhe të shesësh sikur ke kur s'ke fare, e kupton? Dea, ti merresh me këto gjërat me muzës. Çka nga muza, pse ikën na shtëpia? Nuk du të dukem si godicët tash ndaj burrave. I kërkoj falje edhe Timeti, edhe ty, edhe ndoshta ndonjë burri tek tuk që... Ndonjë burri tek tuk. Ndonjë tek tuk. Po mendoj Ato që 3 burra që kanë ngelur. edhe ati Timit që mund vi një ditë. Do e dëgjoj këtë intervistë. Mendoj që nuk ka burra që nuk tradhtojnë. Ka vetëm gra që nuk duan ta kuptojnë. Ta kuptojnë, bëjnë rrinë Anila e ka me ty, Nila. E ka me ty. Unë të bëj sikur nuk e kuptoj, apo nuk e kuptoj? Ja. Nila, trego të vërtetën, Nila. Që se kupton. Ja, ky është momenti, trego të vërtetën. Anila, të vërtetën, mendon që bashorti jot të tradhton? Uf, ma. Seriozisht e kemi. Ama jo, unë se mendoj dot. Po, Leni, dëgjoj, nëse duam të Po Lila se mendon dot se ban arme vete, prandaj. Në rast se duam të bëjmë një emision ku të japim morale etj, ky nuk është vendi të paktën. Morale, se më çau bëm ne. Jo. Por nuk e kam rasti jot të përjashtë. Ta definojmë edhe çik tradhtim. Do me thënë, bëhet fjalë për flirte, apo bëhet fjalë për një lidhje paralele. Se flirti nuk quhet, ë? Jo, flirti jo. Jo? Po jo. Do e pi një roze, e pi një roze. Problemi është që... Pive një roze, kur je bërë kaq që open minded? Ti se këta bënde reklamën ta mama, jo tha pi një roze me një... për vete. Po. Jo, mi zemra për atë. Po ti pse shqyen ty, s'ta ka vënë kot emrin Dobermani ai. Vjen ai Dobermani im vëm. Dëgjoj, do si tha, o grua i tha. Mban pistoleti? Jo, i tha gruaja. Po thikma? Jo. Po që drejki, se ka që frikën aty unë i taj. Shë që kjo, Dobermani është... Ja, pra ndaj bura tradhtojnë se nuk kanë vetë besim. Nuk janë të plotësuar në veten e tyre. Po pse se janë të plotësuar, o zemra, se unë vërej që ata që tradhtojnë me shumë.
Po, pikërisht pra. Atëre, kjo është çështje betbesimi, kjo është çështje sasie. Edhe pa plotshmërie në emocionalisht. Po jo, absolutisht. Është vazhdoni, atëherë unë këtë kisha mendim që Na përvoja e gjatë të dogana Po këtë më ka pse fusit gjithë me i thesju këtu tani? Mund të ketë meshkuj që nuk tradhtojnë fare. Ja, për shembull, ja unë. S'kam rast. 2-3. S'kam rast për të këtë. Ja japim një certifikat. Dëgjoj pa. Si? Burri jot nuk tradhton. Jo, nuk e mendoj. Unë vdes ta mendoj këtë gjë, po nuk e mendoj. Se nuk ka vdek njëri, dëgjoj pa. Si s'ka vdekë, me dashuria sa dushme. Seriozisht e kanë këto që e mendojnë që burrat nuk i tradhtojnë? Po me. Edhe në mënyrë platonike pa mirë kështu. Qa platon? Jo, në mënyrë O, filozofike. Anila, po s'ka ku gjë më mirë mi. Aristoteliane këto. Po qa është e mira ti, nuk është ajo që mendon ti. Ashtu, Ai mund të ketë gjithë shka në shtëpi, edhe do të që s'ka si gjë, se me atë dihet i fuqishëm. Ha, pra? Se ti si avarfarë. I plotësuar Po emocionalisht. ndonjëherë dhe mund t'ja varësh. Volti. Po, ndonjëherë dhe mund t'ja varësh gjithë dashurinë, sepse kemi pas shumë raste, dhe nuk po flas për partnerin tim, dhe ai duhet ta di këtë gjë, që nuk ka të bëjë me sa shumë. Po jo, e ka Që dhënë tutjes prova do deri flasim për ata që kemi në shtëpi, vetëm për ata që kemi komshi. Po është akoma i ri, kështu që viti i parë patjetër që janë gjithë shumë të mirë dhe nuk trajtojmë që vitin e parë, trajtojmë çik më Po, për vonë. zotin qysh jap në Kështu parë. që Në sekond. A i të traton me kanarinën aty sa po jetë takura Jo, për absolutisht, varet. Varet nga njeriu dhe varet besimi se sa i jep individit. Por ndonjëherë, pjesa e tradhtisë është jo sepse nuk ka ato gjëra që i mungon, se her pas here fajsohet partneri se nuk i ke dhënë gjithë dashurinë e mundshme. Dhe shumë e bëjnë këtë gabim. Duke i dhënë Po ti ka probleme me vetë, me vetë besime dhe shpesh thotë dua konfirmim, që ta marr konfirmim diku tjetër që mundem të arrijë diku tjetër. Dhe her pas here ka ndodhur që edhe kur kanë partnerë që kanë femra shumë të mira në krah, apo femra që kanë meshkuj shumë të mirë në krah. Do iniciativë kjo punë, apo bëhet pa iniciativë fare? Iniciativa i bjerë në Se do të keshi qikë mendere të bërse, mund të bëjnë të gjithë, apo jo? I vjen instinktivisht. Erioni s'ka aqë mendere të Për shumë jo, se e kam gruan si detektiv. E kupton? Të gjithi kanë gratë Të nuhat direkt. Si unë tha, kur isha i vogël, mendoja se mami im kishte fuqi mistike. Pastaj e kuptova që më spiononi gjithë lagje. Ka aftësi mistike. Në thosë të frike fare, ata burat që janë sikur kanë frikë, apo sikur kanë gratë forta, e kemi të gjurë në i herë që thonë, a ti si bëj unë ati jam blet, po ku jam manë, a i është i pari që trafton. Po, normal. Sa i e ka sfidën me veten e vetë, për t'i thënë asaj në heshtje që bëj ti, se unë e bëj. është një loje çuditshme që ndodh midis marrëdhënies, ndjenjës, perceptimit që ka secili në raport që ka me tjetrin, dhe në fakt më të relaksum dhe ndodh më pak në çiftet që i lën hapësirë liri në kuptimin jo ti bëj çfarë do dush. Por i jep atë që bën ti e bën për vete. Unë vlej, unë kam 1, 2, 3, 5, është problemi jot. Po e mora vesh, je ikur te dera. Po. E kupton? Dhe të e kam thënë unë. E thjesht. Dëgjoj, këtë më kanë thënë dhe mua. Edhe asnjëri s'del ke dera. Merë plaçkat edhe, ik. E kupton? Dhe mos i tiki unë, bëj këti. Jo, ti do ikësh. Jo, thot, tu do iki unë? Do ikësh ti, po. Pra në gjitha rastet iki unë do iki. Por në rastin e meshkujve, tradhtia, ata nuk mendojnë shumë. Meshkujt nuk mendojnë shumë. Po, meshkujt futen në sekond. E para mendojnë që ti nuk e merr vesh. Bile, kush nuk mendon, kush nuk e merr vesh? Ja, ta them. Para disa kohë. Fëmbra nuk e merr vesh? Po kush i lan rrobat? Ai e kupton në sekond. Unë kam ish dorë kështu nga telefoni, po përpara kur teke, domethënë nuk e kuptoja dot fare dhe nuk e kuptoj, që të më thotë dikush telefoni është privat, nëse prek dot, ta prek sa të teket. Po, diktatorja. Ja, diktatura. Jo, patjetër. Kod ku? Jo, unë se kam me kod, ai. Unë se prek. Pra, nuk e kam se kuptohet me pjekurinë, me gjithë gjërat. Vesh aty dhe as më e di pse nuk e prek, se e di që gjithmonë të gjej gjë dhe s'du të mërzis vete. Kjo ishte e re kjo, kjo ishte e re. Kështu që si tha, po të dua e kap dhe këtë të dytën tha, po s'dua vetë. Adi na fal vlla se ja fut kot kjo, e kupton. E di vetë. Edhe e kisha kap njërë dhe kisha për debat për diçka. Që nuk është më shumë punë, femra shumë kam qenë shumë, jam shumë e fokusuar, më shumë te marrëdhënia, te mënyra komunikimit, te për qasja të tjetrit, nga shi në raporte pune, e ka më të rëndësishme këtë tjetrin. Edhe sigurisht, nëse ti në një telefon gjen një gjë që
edhe ti e bën dhe vetë. Më që gjete tani se na vdishe, Kur e bën vetë, Jemi gjithsesi kur e bën vetë, të duket normale. Kur e gjete ai tjetri një komunikim marrë, fillon dhe. Edhe më thot një shoqe, më mori ajo në telefon, shumë e prekur një zonjë. Tha, dëgjoj, tha, me thënë drejtën, tha, unë jam gjithmonë me ty. Po këtë radhë, tha, ke gabuar. Mua, tha, po nuk pa kap truri fare, tha, si mund të kontrollohet, tha, telefoni partnerit. Nuk e konceptoj dot. Po mirë është ta konceptosh në heri, thash. Anila, po. Është thyerje. Unë tha thye inteligjencën, ne s'kemi besim. Po, to të nglat kotem kot. Pas një muaji, E i kam gjeti. vjeru në vesh ajo imja. Dhe duke dyshuar në sasi 10 vogla, i kapi telefonin. Unë da. Po pse mos vetëm telefoni, pse Ajo pas ka pasur parandjenjë. Po pse Instagrami Ajo dhe s'kishte Facebooku, parandjenjë, gjithë ajo zemrat që janë kishte aty mbëlsit, nuk i mos të shikon, shekojmë, mos të ne i gjatë. kalojmë që janë këto Anila, zemra, dëgjoj- kush është kjo që ka bërë këtë zemrën? Anila, dëgjoj një humor, dëgjoj një humor. Dëgjoj një humor. Dëgjoj një humor. Dëgjoj një humor. Po të gjitha e bëni. Të Shiko se do gjitha ta- kontrollojnë do ta harroj. Facebookun ose Instagramin e partnerëve. Se unë kam pasuardë. E tashi. Apo, asë se ka. Se di pasuardë. Dëgjoj. E Dëgjoj humorin. Grua tha, grua, të lutem, grua hajde urgjent. Qa ka? Më duket se po psoj një infarkt. Në ma telefonin i tha, gruaja të marrë se s'kam lek në telefon. Si kur jam si më mirë. Iku infarkti, e këpëton. Tani është me mosh kjo tradhtia ke meshkujt apo s'fare? Tradhtia nuk ka mosh edhe mendoj që... Tradhtia nuk ka mosh. Po nuk ka mosh. Nuk ka mosh, se meshkujt kur. Nuk ka as mosh, as ko, as për zgjedhje dhe mund... Ja, këtë thuaj Kur janë- që s'kemi ko për të tradhtuar. Kur janë më tradhtar, të rinja, po Unë them, sa më të plakur, aq më bishlevizur. është edhe më keq kur plakesh. Më falni se e kam si këshill në ana ime. Çështja individualiteti është, nuk e përcakton dot me mosh. Ska të bëjë moshë. Meshkujt e bëjnë gjithmonë, kërkojnë një gjë, bile më e veçantë është kur gjejnë edhe dashnoren edhe gruan e saj. Këtë se kuptoj dot fare. Si e gjen njësoj? Çka Ka kupton? njësoj, Të njëjtin model. Atë tip kanë, Edhe në preferencat edhe model, edhe po ti shohësh të dyja. Jo, unë i kam tipe të ndryshme, tipin e dashnore si kam në mendje, kam të ndryshme. E ka njësoj me Si është Atë që kam në mendje. imagjinare? Ja dëgjojmë dashnorin imagjinare të një burri. Dashnoria ime imagjinare është ajo që vjen. Si vjen? Ajo është. Ajo që kujdeset për ty me i fjalë. Mos ta them shqip tani. Po Shqipra thuaj. Po e tha shqip, ha gjob në ama. Okej. Kanë gjithmonë një lojë me veten e vetë meshkujt. Edhe femrat, themi meshkujt, po dhe femrat ta thojnë sa dush. Si edhe femrat atë të në s'kam parë ka shumë meshkuj me Jo, meshkuj, është e me vërtetë. femrave. Jo, Edhe femrat trajtojnë plot, pra nuk janë vetëm meshkujt. Jo, mos e kuptoj si koncept që do me thënë tradhti njerë. Se këto do tradhtosh veten, njerë, Veten gjithmonë. veten apo jo veten? Unë nuk mendoj që tradhton partnerin, vetëm veten. E ka vetëm raport me Po veten. pse e tradhton veten kur e kujdesesh për veten? Se kuptojnë, pra e bëjnë kot. Si bëjnë kot? Edhe kur i kanë gjërat nderezi dhe bëjnë bukrash kur kanë luftu për ato gjëra, po kur kanë luftu. Sakrifice madhe i kanë arrit me ato partnerë. Dhe në vend që t'i gëzojnë, në momentin që kanë për t'i gëzu, e rrezikojnë. Dea. Kjo ndodh sepse njeriu gjën që ka nuk e quan. Domethënë është gjithmonë ka në xhep atë, e ka në gjithmonë xhep. në kërkim të asaj që nuk ka. Kështu që vërtet mund të vrapoj me vite dikush pas dikujt, dhe në momentin që e konsideron pronë të tijën, është në kërkim, te diçka tjetër që nuk e ka. Edhe jam e bindur që dhe këto tradhtit përveç atyre, se ka të tradhti që përfundojnë me ndarje të parës dhe martesë me të dytën, domethënë me atë që tradhtove. Po këto besoj pastaj janë të gjesh dashurinë. Prishen dy çifte krijet një. Po, dhe kjo unë jam për këtë, dhe pak si poete, dhe unë gjetë dashuria pas një ndarje. Prish dy bashkë një. Është normale, po momentin që mendoj këto tradhtit e rëndomta janë këto që e thashe, e posedon dikë ndashme të gjë një tjetër, pra është kjo loja që njeriu është gjithmonë duke pretenduar të provojë. Për ta bëj çikun si mashkull që jam, edhe me njerë ti, si femër që je. Tani, unë jam një mashkull për shembull. Nuk kam nevojë unë të kuptoj se sa të mira janë femrat në thellësinë e tyre. Ta provoj pa marrë si djali. O, Erion, falë, se këtu ka një problem shumë madhor, që fillon qysh në vegjëli, që djalit i thuhet mundesh, ti mundesh edhe këtë tjetër, s'ka gjë. Pra, që këtu fillon ajo të pasurit më shumë nga çik ofrohet në fillim edhe do gjithmonë më shumë. Ndërkohë vajzës i thuhet që kjo është lodra jote dhe ti do luash me këtë dhe do kujdesesh për të, do ta vesh në gjumë kukullën edhe tjera me radhë. Dhe kukullën ku? Po, sepse ashtu luajnë vajzat. Ndërkohë
kjo nxitja për më shumë dhe për konfirmime dhe Ajo tha vë kukullën rikonfirmime. në gjumë, ta kamera nëzori Dean. Po si Barbie, kështu që... Sa poezi ka Dea për dashurinë se ke i den. O Zot, do na rreziton ndonjë Po besoj. për tradhtin ke bërë një? Po të duash po. Por megjithatë unë jam shumë kundër asaj që vetëm meshkujt tradhtojnë dhe femrat tradhtojnë. Si ma edhe femrat, Edhe femrat tradhtojnë. Po femrat po tradhtojnë. Jo gjithmonë. Po themi edhe, sepse përgjithsisht meshkujt preferojnë femra që janë ato të vockla, të njoma, të bukurat. Po jo, ma më pëlqen të mdhaja. Gjithmonë. Jo, tani është trendi që çunat e rinj kërkojnë më shumë femra në moshë të pjekur në mënyrë që të kenë përvojë. Pjesa ke kështu të nga çuna do blusha. A i thash Anirës Suraju Nga në mua. smova i qik te janë, sa kërkesa ka nga këto blusha që duan eksperiencë? Jo, mua realisht më Jo, ti shumë t'ja më ke gjuajnë pasur. ata më të rinjt, realisht. Ja? Realisht më shumë më gjuajnë dhe më shkruajnë ata që janë pra flirtojnë me mua, ata që janë 25-30 maksimume. Po qa duan ata? A të isha 20 vjeqe dhe njerë, Të gjithë që duan. Si shokojnë verë, po. Eksperienca, duan femra të lehta, duan njerëz... Pa angazhime. Pa angazhime, se thotë, kjo Gjëra është e gati. martume, thotë dhe së më kërkon llogari. Po. Ndjen më... Ata mendojnë që, edhe është gabim në fakt, ata mendojnë që marrin një eksperiencë, mësojnë, bëhen më të zotë, ndërkohë harrojnë që janë shfrytzuar, bëhen edhe më të pasigurt me një femër më të madhe. Sepse është femra e madhe në fakt që shfrytzon atë. Të riun. Pra, e gjithë kjo Shikoj vetë shikimi Anilës, vetëm shikoj shikimi, si shikimi generalit, si generalit Gjerman. Si mundet një djalë i ri të mendoj që do shkoj me një zonjë edhe të marri eksperiencë dhe të flasit tavollinave që nuk përfiton gjë, është zbrazur. Nëse flet me meshkuj që kanë një farë moshe pjekurie dhe flasin gjithmonë me nostalgji për një marrëdhënie që kanë pas me një grua më të madhe dhe në fakt janë më të zhgënjyer nga një më e madhe që e kanë menduar si një flirt dhe që po kalon se nga një brezit vetë që është nda. E kjo është traumë, kjo nuk është Na shkatrove fare te a. Ne thamë të bënim një temë për verën, nuk thamë të bënim një temë filozofike. Ato duan dashuruar me mamin. Apo jo? Ata nuk hynë për të dashuruar, po ti nuk mund bësh llogari me një njeri që është i pjekur që të vetë me gjë. Nëse shkon dhe flirton me një djalë më të ri, ka kënaqësinë e vet. Dhe e rrotullon atë si do ajo. Por ai nuk është i gati emocionalisht për ta përballuar këtë. E qartë. E kupton? Pra, nëse ka një lidhje të tillë, nuk është ai që të lë, ai s'të lë kurrë. E lë ajo. Po dhe dashurohet me femrën, sepse ajo është e sigurt në vetë vete, është e përmbushur, e pavarur dhe i ka të gjitha. Ke pasur eksperiencë është? Jo. Kjo e ka lexuar në romane. Ja, po se s'është kemi. Po jo pra se tani ajo Dea që është poete nuk do përjetoj të gjitha tradhtitë e botës si të bëj një për tradhtinë. Ja, prandaj në single. Okej, duket jam e vetmja single. Si është Prandaj nuk... Tani e vetëmja single ti duhet na kishe pa herë çfarë moshe Si është martesa? Po nëse do ti me single jam edhe Ala me të vajzë, çfarë? Ore po tjetë puna për atë, për 2 minuta bëjmë dhe unë single, mos u Po shqetëson. mirë atëre, që t'japim fund tradhtive. Jo, pse i të fund time? Jo, po thot... Ndoshta më mirë bashkëjetojmë se kështu So i më ndaj... zhja për ata që tradhtojnë. Jo, unë nuk jam pro, mua nuk pëlqen tradhtia, realisht. Nuk është një gjë e mirë. Unë nuk pëlqen të ndihem e tradhtuar, më saktë. Që t'je me transparencë të plot. Vetë e tradhtuar jo. Pra, unë nga që jam një njeri që falë shumë besim, falë shumë siguri, nuk dua t'je me tradhtuar. Shiko, mund ta shofësh ndryshe. Mirë tash, po më bën. Mirë tash. Tradhton mua. Tradhton veten. Ai tradhton veten. Pse duhet ja? Po pse shikoni se më çmendet me këtë tradhtim? O zotri, nuk ishte emisioni për tradhtim. O zonja të nderuara, o yje të bukurave zonjusha, fantastik. Tani nuk ishte për të tretin. Ishte për të tretin. I treti, jo, po i treti, shiko tani, e tha që është në hyrje gabim. I treti i vërteti. Një tret. Kur bëhet fjalë për tradhtim, nuk është i vërtetë. Jo, ajo bëri pikpyetje. I treti i vërteti? Nëse do flasësh për burr, pastaj është tjetër gjë. Po për një tret që hytet çiftet nuk është i vërteti. Mundet në rastin që tha Goca që të martohet, ndahet. Mirë, bëjmë një blasfemi tani me qënë se jemi drejt fundit. A quhet tradhtia me të njëjtin seks? Po, edhe më keq bile. Zhvillimi i madh. Patjetër. E se kishim në skenar këtë. Nga një... Sepse kam dëgjuar disa raste të fundit që i kanë vënë burrave detektiv dhe kam parë që kanë shkuar me shokun e tyre të ngushtë. Me këdosh. Një mikesha jon, Po,
vuan të shumë dhe thoshte jam e sigur që më trahtonen e ngushëllonim që po. Sa shu të duket se burrat kështu janë, vinë me nerva, po ka dhe hallin e vetë, se ishte biznesmen. Më zboj fjalë fare, tha unë ndjej, po du ta rruj, tha një ditë. Okej, e rrujt. Edhe e mori vesh, është në motel, në filan motel atje. Shkoj, i dha lek ati të recepcionit, po a ju trondit për faktin se e dinte me kë ishte kë djali, zotria. Edhe nuk i tregoj, po tha ti mund ta presësh aty. E priti, edhe tha tani, po mendoja me veten time, është më kinge se unë, a është më e re, qarë do jetë, po e kapa, qatë i them, po ti të negocë e vogël ajo, tha qatë i them, kërra i del për dore me njërin. Edhe tha, aty kam vdek fare, tha. Kur e pash, edhe shkova tha të ka i recepcionist dhe tha, këta kanë tha 2 vjetë bashkë. Por më letë pranohet një tradhtim me të lutin seks, sepse nuk e shes e dëgjove Duar Trokitje regjia. Po si shpër Duar Trokitje kjo është për unëritje. Shiko. Nuk e she aq zemërsyer kur e she me të njëjtin seks, sepse është që ti nuk e shikon atë si rivalitet që si the ishte më kinge, ishte më e mirë. Pra femrat i bëjnë këtë krahasim gjithmonë. Shumë e rëndë me të njëjtin seks, dhe nëse bëhet fjalë për ndjenjë. Tani, meqense jemi në fund, a ka shenja tradhtia? Po, gjithmonë. Po, cilat janë shenjat që duhet i dallojmë? Dea i dallon ti? Dea. Kujtja dalloj? Kujtja dalloj? Nila se Nila tha që unë e dalloj në sekonda. S'ka dialog. S'ka dialog? Po pse unë që kam dialog me këtë kemi dashuri? Po jo. Më shumë kemi sherr. Flasim për marrëdhënie burr-grua. Po. Nuk ka më dialog. Nuk ka më ose humb besimi ke njëri tjetri. Në momentin që kanë humbur besimin, kuptoj që... Kanë qenë shenjat vjetra këto, Nila. Po, më sofistikome. Dialogu vijon, marrëdhënia e afeksionit vijon dhe sërish prap ato tradhtojnë dhe nuk e... Ama se të gjithë në celular, dhe nuk e kupton. Bajmon një miku tim që më thoshte. Kushta i thot shenjat e tradhtis. Një miku im më thoshte që kur shkonte në shtëpi, në momente që kishte edhe një të dashur, shkonte më i lumtur dhe më i mirë. Ka qenë fillimi, pa ju bëre dashura grua. Jo. Kur u bëje dashura grua, u nxjerrë me atë. Shkonte i lumtur në shtëpi dhe thoshte që grua se tregoj me humor. Ajo kujtonte se unë thjesht po bëja shaka. Kur më thoshte si e kalove ditën, thoshte ai kalova me i bjonte. Dhe ndërkohë thjesht ajo gjithmonë grua mendonte që po bënte shaka, pavarësisht se ato është e vërtetë. Kështu që kemi dhe raste të tilla. Humore, çam e bjonte po. Jo, formula nuk ka. Nuk mendoj që ka formulë që shenjat. Tea, ka thuaj shenjat. Që e njeh burrin e vet apo një burr që e njeh gruan e vet. Do na thua shenjat apo jo tani? Po vaj dallon me një herë. Po me shenjat. Po jam ta them unë kur të vjen që ta shqyesh, e kupton që me një. Jo, ajo është dashuri. Jo, kjo ke gabim. Nila ke gabim. Po si kjo ndodh në të gjitha lidhjet. Që të vjen ta shqyesh. Kjo që pare di për çfarë donte të më shqyente? Se më dinte bluza këtu. Po normal, se e tradhton. Se hape bluzën. Po jo mos kishte halli që deshi kjo. Kishte halli që dinte bluza. Se gozat e bukura. Sa e çuditshme është Erion. Do të thotë që s'është lidhje. Do na thua shenjat. Arsye. Hajde, ta shqyer. Ama se vetëm uji ke thënë deri tani, shenja. Ka tipe tradhtish. Gjej një si puna e shokut të saj që e mbush me pozitivitet, nuk kanë llogari, shkojnë mirë, dhe ai vjen, ka një marrëdhënie që don familje, dhe e shtyn ashtu e shef atë familjen e vet edhe më mirë dhe më pozitivitet, se ai është mbushur këtu. Dhe gjen një që i sill edhe probleme. Dhe në fakt burri do rraf kur gjen një të dashur që krijon probleme edhe në familje. Do të thotë ti, vetëm që tradhton. Po vjen edhe na mërzit në shtëpi. Pra doli ajo që unë thash, që shenjat. O Tea, shenjat, do na thuash? Nuk ka, sepse ai mund të shkojë dhe shumë mirë, mund të kenë një marrëdhënie shumë mirë bashkë dhe tradhton. Ti e dallon se ai është gjithmonë i shpërqendruar. Ka gjithmonë pa pritur, ati del një hobi që ai se ka për kurr. Pra ai fillon luan kalçeto me shok. Ai s'ka luajt kurr futboll. Okej. Ai pastaj shkon në teatr se ka një grup çunash që blinen diku dhe pinë dhe bën dhe foto. Se të bëjnë dhe kështu. Foton hiqen gocat e gocave e gjërat, pastroj tavolina, janë 5 çuna, bëjnë foton ta nisi. Se janë të kështu meshkujt bashkë. Po lëremi teatrin kur fillojnë të bëjnë sikur janë mërzitur me një temë që s'ka ekzistuar as para një jave, edhe fillon ajo tema xhirohet aty në përshpi. Janë më xheloz, janë më posesiv. Pikërisht pra. Xhelozia që ata kanë, në fakt, nuk është e ty. Është e frika që kanë
që të kontrollojnë mos t'i kapsh. Duan të dinë në çdo moment ku je ti, zemra ku je ti, çfarë më mori malli, ku po shkon, sa do rrish, nga po i vjen. Deri tani nuk kam asnjë nga këto shenja, vazhdo. Nuk ka hallin e saj kjo. Shtyerja rritë ka si shenjë se na fal ti burri Ornelës, se kjo ka shumë punë deri tani, është lyesh bëhet bukur deri 11 është këtu, e s'ka shenja ku. Kjo s'ka kohë çoj burri. Pastaj do ikim pa gjithë ne siç jemi. Zera, po kjo se shef burri me u shkoj fej gjumë, jo po se shofu shenja. Ti s'ke mos sy të shafësh në shtëpi. Ti shof burrin, jo shenjën. Edhe, pastaj, ka pritur, ka një gjë që e bëjnë bashk, punë qunash, se ju grata ne mos u veni gjithmonë mrapa kështu. Ai telefonin si me kujdes, gjithmonë se pa dashje merret dhe në banjo, kalon me dridhje, i bie pa dashje dikush edhe nuk e hap se sa i bezdisë është ky Erioni, merr orë pa orë. I kam thënë ti budallajt mos i bjerë, kupton? Po ky i bjen. Jo, mos i hap se është debil komplet. Ky të mërzit. Ti e kupton me Ai është ai. Ai është ai. Ne ti si e kishe shkruar. Ja bë emrin. Dëgjoj. Tani, ti ke 4 tana aty domethënë. Tani Si rasti sot me Ornelën. Po kur thot, ky s'bëhet njëri fare, i kam thënë mos më merr vonë. Vakte mora nuk ma ngriti. Mori tani kush e di çka ka, po merre i the. Merre ta hapësh. Domethënë foli. Prishun ratin që jam duke nejt me ty të flasë me Po ti paske ra në pësë më i motër. E paske të vështirë situatën. Dëgjoj që këta një ka thënë. Një burr, Jo, ai e ka të vështirë. një burr kishte shkruar në celular. Sania. Jo, emrin e të dashurës e kishte shkruar ra bateria. Dhe gjithmonë sa që binte telefoni, gruaja shkonte ra bateria dhe e karikonte. Shenja dallë. Dëgjoj se më këto më vinë humore tani. Shkojmë në portokallisë sezonin tjetër. Se s'ka vi portokallia tu do doj. Nela, po do e dallë, të gjithë e dallojnë. Problemi është që varet si marrëdhënia, varet në çka kushtesh je, varet nga shumë gjëra dhe gratë pastaj shpesh herë bëjnë kushte. Keno një poezi për tradhtin zemra. Po për dashurinë, të konsideroj fare. po për dashurinë zemra. Si nuk e konsideron, nuk ekziston apo si? Si ka dhënë rëndësi për t'i bërë, Deja është në kërkim të dashurisë. Dhe nuk e mendon tradhtim për momentin. Jo, unë e di që do Ne që jemi ngop me dashuri, e di që do ndodhi. Jo, mos e mendosh. Je e përgatitur, a? Edhe e di që kur të ndodhi, do heq dorë, sepse nuk e konsideroj tjetrin si pronë, domethënë, që ai është i detyruar të rri mua besnike. Nuk e falin gjujnë në unar diamanti. për zotin, ashtu do vi. Momentin që E diti që kjo falja çfarë roli luan? Falja. po shikon, ndonjëherë është dhe pozitive, domethënë tjetri mund të kthehet edhe Po. Po fëmijët a bëhen detektiv të prindërimit bashk? Do më thëmë, bëhen ndonjëherë spiuna që raportojnë? Po, sidomos në moshë të vogël, sepse në momentin që fëmija fillon përjeton vetë eksperjencat, bëhet edhe distancohet nga shpinot. Ka spiunu në jërë qunat? Jo, nuk i ka bashkë punëtor, bile. E përshëndesim Antanxherin, qunin e atë dhe gjithë tjera, po atë që na sjell gjithmonë Ilën këtu, jemi i miri, ruaj mamin se është burulli bukur dhe pyetja është se mos nuk është bërë për emisionin, se kështu ku do ikin në emision, edhe po në emision të Erioni je i sigurt të ik pa frikë. Aty ndodh tradhtia. Tradhtia është e nivelit që e kanë marrë vesh dhe fëmijët, e shikojnë dhe fëmijët, dhe këta janë kaq të papërgjegjshëm çiftet që partnerin dhe partneren e sjellin me fëmijët, ajo është skandalosh, një marrëdhënie absolutisht do të marrë. E po s'klasim falja ato nivelet. Falja Volt. Nuk ka të bëjë te pjesa e faljes apo e tradhtisë, sepse gjithmonë aq më tepër unë e flas dhe nga përvoja ime, edhe kur folëm për i tretë, unë fakt e kam partnerin e tretë, kështu që e ka treguar. Po ti që kjo bode vëlla, ti me pas kemi hyllin këtu në studio. Se ka treguar paralel, mo. Jo të tretë paralel, absolutisht, se diskutohet, por gjithmonë themi që Po ku pranona është më doberman se ty? Absolutisht, dhe në lidhjen e parë, patjetër që kishte tradhti dhe ndodhi divorce, por gjithmonë është elementi që e fal një herë, do e bëj prapë. Unë nuk jam për shans të dytë. Personalisht nga përvoja s'ka shans të dytë. Nuk jam për shans të dytë. Absolutisht, fare. 20 shans. Ma le pa shanse fare. Fare. Jo, shumë e bukur ishte kjo, Ja shumë e kam bukur. thënë dhe partnerit që kam tani. Kjo është e vërtetë. Po e mora vesh, ja tek është dera, largohu, sepse unë e kam treguar nga përvoja ime që momentin që unë
marrë vesh diçka dhe më thyen zemrën, se po të falë zemrën, po të falë gjithë dashurin time, po më ndesë më në tjera. Edhe jo, absolutisht. Okej, jemi në mesazh. Po jo më se dashur e dua. Jemi në mesazh, Dea, mesazhi. Unë mendoj që dashuria është luks, sidomos sot. Kur e gjejmë duhet ta shijojmë për aq kohë sa e kemi. Nuk është titull pronësie, nuk kemi të drejtën të drejtojmë dikë, ta dirigjojmë dhe ta quajmë si pronë tonë, nuk bëhet me kontratë dashuria. Kështu që për sa kohë e gjejmë së pari dhe e kemi, duhet ta shijojmë. Në momentin që kuptojmë këto ndërhyrjet nga jashtë, tërhiqemi dhe vazhdojmë jetën tonë neve dhe jetën tonë partneri pa ndikuar në mirëqënien tonë, do me thënë, sepse jo për hir të tradhtisë apo të një tjetrit, ne do të shtypim qoftë veten, qoftë tjetrin. Jemi qenie të tjera. Për mua dashuria është unë, ti dhe i treti, kur i treti jemi ne të dy. Okej, shumë bukur. Anila? Filluam pushimet, ju lutem mos na tradhoni nëpër plazhe. Po ti po në plazh aty është tërqefi. Po lek tani. Që në tërqefi që i bën syt si radar. Aty është tërqefi. Ja dash tani, më that mesazhin, ja dash. Po tani nuk ka nevojë që të ishte mesazh pozitiv, se u gri me mesazhe pozitive. Tema një mesazh negativ, lutem. Lutem që gjej njërin që na do të dyve. Gjë, kjo ishte e madhe, bravo. Bravo, Tea. Mirë, Erion, keni mesazh për tradhtin? Kam një mesazh. Në rast se tradhtoni, të paktën shtriuni në Dorelan. Jo në Dorelan. Ju s'mund të ndyni emrin Dorelan me tradhti. Ata që përdorin Dorelan do t'jenë vetëm besnik. Bese është fjalia Dorelani sjell besnikri. Pse? Sepse kur ti jenë Dorelan e bën tërqefin tamam. Dhe nuk e nevojë për qef ekstra. I le pashiti. Pra ju lutem, tradhtoni me dy shekët e tjerë, jo me Dorelan. Kaq. Mirë, kjo ishte vëndshja dhe bardhazia gjithashtu. Jo, më kemi monologun. Kemi monologun, na falë. Pa. Takojmë pas një hapësire publicitare. Pa.